Jam lu këtë. Kam lu Afrodita. Pasha zotish pash po që Afrodita. Afrodita. Që fëstona të njëtë vesh ke knena qelë ke në shtinë. O dola e plosta. O këtë në herë. Se sho që kom pas mihrien. O në atë ko. Po këtë në herë që shumë bëjshin mëra ta sportat. Mirë fildi që ta mën shqip. Shka shete një gjerenike, u bëjke sport të kryke. Ta shkje, 30 skutera e kallet një kërsh atje, ty qika jetu mërdhje deshën të bo sporta. Mo më së nesër mërtë, a je fe ju me mërtu më ne? A se fe ju me së mërtu. O krejt vipa që shtë thonë se ty bërrëkje pa dikën kërë. Ja, krejt lirë. Po heqë soj. Ta shak për sërezisht ta qishve që dikën e kapë, tërke bukuroshe për tërëm pa dikën e harro. Jube kje, nështë ta kopja a kërovi nuk ajtë. Ja, ati qire është mundësia më najtë pa frajera këse shumë bukra, s'ka djallë nuk gëzën kush më ju gjuë, kje rëndet. O, shërë ma këta të lidikës, o, talat plasta. A jeni mirë? Mirë, falim mirë. Apo lullni? S'po të bjem bresh me full, atje. Nuk për full atje. Ti për përcjell shë vesh rëtëkëm pejtet ve aty e qesin veç hashimin, veç rëtëkëm për këtë. Që se fat ma gyllin, s'tal shes juve së këshini kërë. Vaj, për zëtiron që tam smëjtën, o, zëtë ma shumë ti, për thirë vesh ma shumë ti që shumë pilqenë mërë zëtë, që aty nërsy, për që shdim, që shju vina të ideja me thonë, ta shtrojnë a rrugën e ta shdrypëm djelën e ju në zejnë e shkandalte, ku hinë e ku dolin në fund kur që heq? Rajnë. Që më kërë shamis, jo ta hozë zamrën për mirës. Naim? Oj. Qëj? O dolo, nëse për Naimi. Fere, kamarier. Kamarier, o kamarier, kamarier, o kamarier. Kamarier! 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 Kamarier. O kamarier! Që, no, kamarier. Shapedën? Që si e djallën shabibën, që shë shabrati atje krejt, mira për lona shabibën, ja. Shakimër? Që shë ki bisim në Shape folë mërë kështë? Qa keni me hangër? Kem qifte që bapa... Bime ka koll. A më nëshë më mi 2 kila së gjëk? Me veti, je me veti. Me veti, ti banë. Shapedën ti? Edhe ke 2 kila së gjëk se me nëunë, me veti. 2 kila së gjëk me veti, ja? Okej, një smetin, një, së dënë. Smet pejen, thash. Më shërdhëpshë. Zenin. Es mër bojo, es bojo. Po të vinë zenin. Es mër jare, es më qafe posh familjen jare. Hajt, ditim, ha. Ti mërti Gjakovorgjën. Amet, o ti, amet ta pështjelë së gjukin, amet ta do me veti. Mas pori, djallër se je Gjakovës keni prak problem me gjini edhe me gjuhën Shqipe. O ti je për e ti je. O ti je. Qashtë? Shakimër për ki gjuhë jo, një Shapedën, hajt. Es mër bojo, hëp. Amet ta pru filla, ma vonë. Ma vonë, vje marin atje, hajt, djallë jam se, o. Kërë kemë së mëriti Gjakovorgjën. Ta i thujnë djallë qik që për qatë dy djallë i kështë të zëmë pëdallë. Pëdallë, pa, shumë. Na mirë mi pos 5 qika bilej mashtën, nashtë adhe nur dolin të mirë, na një nalë për veti. Kërë shë ditë, hej, a? E pëse pëtën të Gjakovorgjën, ku e ke mësu? Gjakovorgjën në pej, pa qysh ke mësu Gjakovorgjën? Po ne kom punu në Mindurake, Mahmud Bakallet. Po vëllojnë pali leke, për tani kjo ndryshë jam, se boni pare që i ti lek pal. Kom pënua, në atë kjo këna pënua, në fërtere, jësi fërtere tash bishtin qikash, kurs më në qëtë atë që të procedura. Atëherë më kujtuat fërterja me bisht qikash, prej koridor e këta ishe vungë shtë. Më shë zoti për, më kujtuat që që dukon, u kon tjetër dhja që i ka më kon tash ju të reja të një botë budalis me krejt, bukra kështë krejt, se për vesh një ngusht e krejt, për të qura sa dush, për të kalë zajri, një sodi, ta divesh, i sholla i kina shnesh, pëllkuna për i veni, se këtë ata thiri venon doktorin për analiza, se qëte pas ka shkru numrin e telefonit. Pas ki qa thirë. A doktor, qish i ka ndoll? Si gjithë? E cilat i ka ndoll ma mirë? Vete urina qysh? Vete vetë gjyre në urinës. Mantijat? Po më falë me koni më të folën, a? A i doktorit e? Ta filit e koka. Sieni, trënda filja. 20 e ca vjeqe? Po. Ama pak ta filin? Për su gjokë, diçka për thatë. A dhe, ta fil që shie se që i ka asë një numër se mon men se je ka kry shkollë në mesme për ta shpekryjnë që ashtu që shpekryjnë e dina dhe vetë. E ku më kërë mirë. A je ndollë mantijat. A i keni bokshtu me mishave që avë këni kalzue. Qëtë një na pas që aty, për na pas. Vete për mua. Haj, të rënda, qysh? O të tonaj se për. Për? Ju, bre. Qysh mërgjona? Shuj, bre. Ja, ty nuk për thëmë qikës, bre për thëmë shuj, bre. O, ju, ty. Hej, a ki numër në doktorit bre se da analiza i qova mi bo?
Apo më hap një numër. 0 po. Unë e moj me ashtu. Shuj bre, jo bre ty qikës. 2 Po, hajt. Që shka i fundit si s'ma? 0 4. Më s'marë që kreti, unë unë qëtash i le telefon. I lak, me një shoqe sta më zvistër, smuhet, shkën atje të doktori shda jopë. Ja bojnë analizat që shtojnë në ndër, ja bojnë analizat komplet, veç kepi, thetë më si qëtë në ndër, ja dhojnë. A këty katastrofë. A dhe, doktor që shije ma herta e gruja me shami për. Analizat që shka ndollë? Qysh? Gjyra urinës, ka dife? Po? Ti ole bre, ole se për ty shuj, qysh? Veshka... Shuj bre, je ty shikes. Ole që të vishka. Gjoko... O shuj bre se nënë si ka ndonë keq. Qysh më gjoko nalë, kurse kom pas gjoko nalë. Doktera më jate dhe na i dit me shtu, qysh për thu ti? O kuku për më Qysh për thu mi më shuj bre, për thu mi më ledh bijat son ta? Po mos palë me qësi se në kime teka. Hajt, tëngë si jem këna që Allah më gëzove, ta hongë drejt që shkollën që ke krye. Po je lahper. Mirja ke po përë ma. Lahper. Qa kredi keq në kja. Ka dollë sheqiri, ku më redit jaj vesh dhe gjak ma murëm, ka dollë aje nalë të nash, ketëm pas ka dollë nalë vesh penzion i për është. O kamarjer. Urna? A bo që ta se gjëk? Po, që tu i prit kesh tash që përvini me marqë. So, a jenë 2 kila? Po, i mota. Na ima ki vokë se rangë ta. Ha? Voka ki. E jo s'kam. O dolla të losë të kështë është simpatik që a kështë mos që Për të lopë. mirijas është. Ha? Për mirijas. Qa ko mirin grua? Grua. Ti... Ha? Në teren hatë, i mirë është. Ha? Në teren hatë, pa përshit. Po i tjerën se të lak që nuk hatë. Hajt, Tjerën farë budalice. Hajt ta që na em tërë. Hajt në bala. Atmosferë bukur, atmosferë plot gaz, jemi rikthyer në këtë tavolinë të debatit e të relaksit. Adelina Tahiri. Si je? Shumë mirë, këtu pra njuve, sinqerisht po ndjem shumë mirë. Edhe një herë mirë se ke ardhur në Mirë se spektaklin këtu Odeon në Radio Televizionin 21. Çfarë po bën Adelina kohëve të fundit? Kohëve të fundit, më konkretisht, është një lajm që ka dalë shumë shpejt në për media, dhe pse unë nuk kam dalë, është hera e parë ekskluzivitet që unë dalë në emision dhe të regoj, jam pjesëmarrëse Dancing with the Stars në Maqedoni, kam qenë pjesëmarrëse në Shqipëri, ku mora çmimin e produksionit, dhe unë përfaqësoj shqiptarët e Maqedonisë, të Kosovës e Shqipërisë, po, dhe do të jem pjesëmarrëse, besoj që publiku do të më përkrah, dhe unë besoj që s'do t'ja marrë fytyrë. Do ta bëjmë një pakt. Shumë shpejt do na japish numrat e telefonit ose do të Po, do bëjmë dalën shumë shpejt dhe unë do t'jem, ne do të bëjmë tifo edhe përmes emisionit për ju. Po, patjetër, unë besoj që do ta kem përkrahjen, se do t'jem vetëm një shqiptare që do t'i përfaqësoj dhe t'ju tregojmë të tjerëve se ne shqiptarët kemi kvalitet dhe dim çfarë çmim dhe të servojmë diçka shumë bukur. Si zgjedh këngët dhe projektet e veta Adelina Tahiri? Sigurisht që është shumë problem shija e njeriut, sepse ne këngëtarët sidomos kur marrim një këngë është shumë përgjegjësi e madhe, sepse unë personalisht për veten tani po flas, kur shkoj në studio dhe ndëgjoj një këngë, më pëlqen shumë dhe ndalem mendoj them, a thu do t'i pëlqen publikut, se sadopak ne këngëtarët mundohemi të punojmë për stilin ton, por ne këndojmë për publikun, nuk këndojmë për vete. Unë kam këngë cilat vërtet i kam ndje shumë dhe ato këngë që mua më kam pëlqyer personalisht dhe i kam ndje më shumë në studio, ato këngë më kanë dalë më të suksesshme. Adelina, do të të pyes kështu. Ka 3 gjëra në jetë që kanë vlerë të pafundme: familja, dashuria dhe miqësia. Sa jeni miqësore me njerëzit ju? Them sinqerisht, jam shumë miqësore, jam shumë dashamire, i dua njerëzit rreth meje, i dua publikun tim dhe
unë gjithmonë jam mundu të jem afër njerëzve të mi, të jem afër familjes, jam shumë e lidhur me familjen. Pikërisht, sa jeni familjare? A jeni brenga familjes apo zgjidhja problemeve të familjes? Të dyjat. Unë kam dhe motrën e vogël, kam dhe vllahun e madh dhe vllahun e vogël, po unë dallohem nga 2-3 fëmijë, se unë jam më shumë e lidhur me familjen. Nuk e di arsyen pse, ndoshta pse jam më e madhja dhe mundohem familja gjithmonë të më kenë afër vete. I njëjti problem ndodh edhe kur shkojmë pushime. Unë kur bëhet fjalë që shkoj me shoqëri, babi fillon çan. Thëm babi s'po shkoj nuse. Edhe është punë që jam vetë emotiv dhe mundohem të jem më e afërt. Është punë karakteri, nuk ka të bëjë me asnjë gjë tjetër, po në femrat zakonisht çikat e babit, të mamit, më shumë i lidhet me familje. Jeni e dashuruar, Adelina? Për momentin jo, thëmë sinqerisht, momentin që do të jam e dashuruar, nuk ka aty asnjë të keqe për ta deklaruar, dhe jemi njerëz, sidomos unë femën, dhe më takon ta kem një mashkull, jam 20 vjeçe, dhe besoj që do ta gjej dhe do ta deklaroj. E din pse? Kur ju sheh njeriu sa e bukur jeni, i kujtohet gjithsesi ajo, një nane i duhen 20 vjet për të arritur dhe edukuar një djalë të mirë, të cilin ti për 20 minuta e bën budall. S'dihet asi. Ndoshta ai më bën budall, se bëj unë ato. A ke Facebook? Po, kam Facebook. Mirë. Kur fejoheshin qikat këtyne ere, na dhuroheshin llokume. Ju të rejat kur po fejohni, djemve 3 po ju dhuroni kanit bllokume. Do ta dëgjojmë këngën më të re të Adelina Tahirit. Kush e ka bërë? Këngën e ka bërë një kompozitor që kam punu në fillimet e mia dhe unë kam shumë respekt për të. Është Robert Bybyllov me tekst të Avni Çailit dhe këndoj veton Adelina. Me tekst të Avni Çailit, Adelina Tahiri për ju, shumë dur trokitje.